Ka qenë kënaqësi e veçantë me fol me Daniel, me Nikol, me Fatimen, me... A ke po qysh ja kom recituaj Fatimja Muhametit në fillim? Po, fillim. Qilmi dyert të xhenetit. Si ndryshoj reagimi kur si ndikoj, si u dukt reagimi kur romani u prezentu në Francë? Për juve shumë e veçantë, po dhe për rrethin. Në fakt, romani ende nuk është bërë promovim e romani, sepse bëhet me 3 tetor tani. A me 3 tetor? Por është në shitje e sipër dhe në shitje e sipër. A është shitje e sipër? Po, në shitje e sipër është atje në Francë dhe tash me 3 tetor është shkret tjetër mirë, po kritikët kanë shkruar në gazetën shembull Le Parisien, Diva diplomatike e tjera. Këto kanë ndiku pastaj që të botohet në Shqip. Sa të rëndësishme e kishe që Daniel Luvers, Nikol edhe Fatima e përqafun veprën tonë dhe u bënën thjesht gati si pjesë e veprës, se ja dhanë dorën profesionale kështu. Në fakt, unë kam qenë i kënaqur që Daniel Luvers ka punuar këtë roman, ka punuar 3-4 muaj, 5 muaj ka punuar këtë roman Daniel Luvers. Ka punuar mbi 6 muaj Nikol Barrierin këtë roman. Domthonë ta kanë përshtatë, kanë rregulluar këta dy, kanë rregulluar para se me dalë. Domosdoshmë unë kam parë në gjuhën frëngjishte, po në gjuhën frëngjishte shqiptare që shibojmë na. E këta pastaj kanë punuar shumë këtë roman. Të dy, edhe Danieli edhe Nikoli kanë punuar këtë roman dhe kanë bërë, domthonë e kanë frëngjishtizuar, na thoj me kanë shqipëruar. E kanë përshtatë, çajo. Çfarë sfidash pate për botim se të botosh librin në edicion Laharmatan është vërtet goxha edhe sfidë, po sigurisht është edhe krenaria. Ajo është krenaria, është pare krenaria, por kur kemi përfundu krejt dhe nuk i kam treguar Nikol Barrier, nuk i kam treguar që i kam dërguar me botua. Edhe ata më kanë shkruar një letër, prit se kemi marrë romanin tuaj. Pas 3 muajve, ma kanë kthy përgjigje, thotë, pasi kemi lexuar dhe kemi analizuar në mënyrë strikte, ne kemi marrë përfundim që këtë roman do ta botojmë. Atëherë mori vesh Nikol. Atëherë Nikolit i ku kallëzohet. Çka tha? Këta u gëzuan edhe këta me. A gëzuan? A do ta shkruaje edhe në vazhdim edhe një roman me Ilirianën, si më thon dyshi, apo një roman tjetër me të njëjta tema? Jo, e kam plan, e kam të shkruar më gati, po me tjetër, jo, Ilirian 2, ato se kam dërmer me shkruar, kam një temë tjetër, e cila më prek pashtë në zemër me shkruar një roman tjetër, por tani nuk po flas për publikun, cili as temën, por është një roman shumë i mirë, edhe që e di që kam diskutuar me këta miqtë e mi që kemi këtu, kam diskutuar rreth temës që do ta trajtojmë, edhe do ta bëjmë një roman, po jo Iliriana 1, 2, nuk e bëj. A mendon në vërtet, ku po shihni tash? Se për këtë çështje je shqetësuar dhe je sfiduar tërë jetën në realitet, po si shihni vendin e letërsisë shqipe në tregun evropian sot? Po vendi i letërsisë në tregun evropian është i dobët, për shkak se janë përkthyer disa romane, janë botuar në shtëpitë botuese të ndryshme, që janë më pak vogla, më pak transishme, edhe nuk kemi arritur ne ende të botojmë romane në shtëpi të njohura, vërtet të njohura në Evropë, në Angli, apo në Gjermani, apo në Amerikë, ose në Francë, ne ende nuk kemi, por jemi në fillimet e para që jemi domani kemi hapur ato dyert e para që duhet me kaluar një kohë gjatë derisa ne të kemi vërtet faktor. Ma shumë prezent. Faktor i jashtëm. Ma shumë të përkthyer, ma shumë duhet me pas ma tepër të përkthyer, por natyrisht është kjo këtë normale, por tash jemi fillimi, kjo është fillimi. Zotri Daniel, çfarë mesazhi do të kishte Danieli për Reshatin dhe shkrimtar tjerë shqiptar? Quel est votre message pour Reshat et pour les autres écrivains albanais? Quel sera votre message? Eh bien, félicitations à Reshat et souhaitons que tous les écrivains albanais suivent son exemple, son excellence. C'est les choses, c'est ce que j'ai envie de dire essentiellement. Ka thonë shembull i mirë, që me përcjell rrugën e tij në mënyrë që të botohen e të përkthehen, a ka thonë kështu? Kështu thonë, po, ç'është fakt. Realisht, ëh? Po të përcjellin domon tjerë të marrin shembull nga Reshati se si shkruhet romani. Nikol, po mesazhi juaj? Po të mesazh Nikol.
Ce livre, c'est à la fois un témoignage et un avertissement. Et donc, je pense qu'il faut l'écouter et réfléchir à partir de cela sur nos démocraties. Kjo është një libër që duhet të mendoni shumë për demokracinë. Kjo është një libër që përcjell mesazhin edhe të njerit të ketë kujdes, edhe të si është ajo të shprehjeve të lirë. Po është një roman që këtë ka si edhe ju bën të kujtoni që të keni thjesht edhe në shpirt edhe në mendje edhe në veprime demokracia. Realisht. E kam pa që keni njohuri edhe nga bota e letërsisë persiane, edhe arabe, apo se u mënova me të kërkue, me të gjetë në për Google e kështu në veprimtarin tonë. Duke pas edhe atë përvoj, edhe persiane, edhe arabe, e mbi të gjitha franceze, mesazhi juaj për Reshatin, po si kritike edhe për krijuesit tjerë. Votre message, puisque vous avez déjà une culture des Perses, des Arabes, surtout en France, alors quel est votre message sur le chat et sur oui, les effectivement, moi je porte, j'ai une double culture, mais même pas double, c'est une culture qui est multiple. Je suis issue de la deuxième génération de vivant en France, de parents nés du Maroc. La deuxième génération. Oui, voilà. Et du coup, on a une ouverture. C'est une richesse parce qu'on découvre d'autres auteurs, Et moi, quand j'ai lu Reshat, j'ai pensé par exemple à un écrivain égyptien, Naguib Mahfouz, qui était prix Nobel de littérature. C'est ce monde aussi, ce style d'écriture qui parle de l'intime et en même temps de l'histoire avec un grand H. Et vraiment, c'est pour ça que j'ai pensé d'abord à cet écrivain et puis le cinéma aussi, puisque les œuvres de Naguib Mahfouz ont été beaucoup portées au cinéma. C'est à cet écrivain que j'ai pensé, moi qui suis issue de la diaspora. Et puis, je peux vous dire que nous attendons Reshat à Paris pour une signature avec le public français, une présentation de son œuvre de Elin Yara. Unë jam gjeneratës së dytë dhe kam një kulturë, jo dy fish, por kam të shumë fish, sepse edhe kur e kam lexuar Ilirianën, kam menduar në atë që ka fituar çmimin Naguib Mahfouz atje, edhe thot më njëherë më ka kujtuar romani i Reshatit dhe ai, edhe se romanet e tij janë bërë shumë film, ai ka fituar çmimin në vetë dhe romanet e tij janë bërë film, pra më njëherë më ka kujtuar kjo, thot me 3 tash jemi atje, Reshatit do të jenë në Paris me nënshkruar, domthonë për lexuesit francez do të bëjmë promovimin për të nënshkruar domthonë librin e tij për lexuesit francez. Tash, jo mesazhin tënd, po do të doja të të pyes kështu. Cili është mesazhi që dëshironi ti mbetet lexuesit pasi ta mbyll romanin? Mesazhi pasi ta mbyll romanin është shumë vështirë të jap një mesazh pasi të mbyll romanin, por e di që lexuesit nuk do të flajnë të qetë, nuk do të arrijnë të qetë pa menduar pse Iliriana përfundoi ashtu ose pse janë shumë pyetje që lexuesit do t'ia shtronë vetvetes rreth Ilirianës, sepse të romani është me pse. Të romani e pyet vetveten lexuesi, duke lexuar pyet vetëm pse ndodhi kështu. Pse e futën në burg njërin pa po kurrë, s'ka po kurrë Hakim Berisha. Kush s'ka po? Është njëri shumë i thjeshtë, si bëhet doktor i filozofisë, diplomon në filozofi këtu te Femiagani, dhe është njëri që e don dashurinë, e don kulturën. Pra, mesazhi im është që ne duhet më shumë të shkojmë të shkollohemi, të arsimohemi. Kjo është mesazhi i romanit. E jo të shesmi patriotizëm me fjalë me ato. Kjo është mesazhi qendror i këtij romanit. Me lënë fletën e fundit një vazhdimsi të heqjes së suksesshme në këtë drejtim, të zbërthimit të jetës tonë edhe të krijimit të urave të bashkëpunimit, sidomos në botën e letërsisë. Natyrisht lexuesi vetë kupton, do ta kuptojë, do ta shohë se e vetë kupton, është i vetëdijshëm kur ta lexon përmbajtjen, domthonë e sheh, kur ta lexon domthonë këtë roman e sheh, e ka përgjigjet, por janë kode që duhet të gjejë vetë përgjigjen. Absolutisht e mendoj edhe kështu duhet jetë që
nuk duhet të trajtohet një roman si unë sot që e trajtova, pa e lexuar. Unë do ta lexoj me shumë mendje, pa ka shumë bërthomen ja di, por duhet që në momente të caktuara duke lexuar, ta mbyll fletën, të mundohem të jap zgjidhje vet. Si do të shkoja në këtë drejtim? Kështu kam bërë gjatë lexuarit në përjetë dhe unë ju falenderoj nga zemra, një ngjarje madhe këtë javë ndodh në botën shqiptare, simpoziumi 14 i Unionit Shkrimtarëve dhe Kritikëve, që organizohet në Kosovë, në Shqipëri, në botën shqiptare, prej 22 deri me 29 shtator. Kemi fatin e mirë që me 27-in shkon emisioni ynë, do më thonë jemi brenda, këtu kur po flasim. Ka filluar në Prishtinë, po dje fush Kosovë edhe do të përfundoj mjedis Shqipnije, në Lezhë, në Shëngjin. E falenderojmë absolutisht Reshat Sahitajn dhe Lan Quqallën, Shaqir Podvoricën, Hekuran Kokën, si këshillë organizativë. I pas në shkru mirë, i gjeta. Do të falenderojmë edhe Ministrinë e Kulturës, sepse Ministria e Kulturës ka ndihmuar këtë në simpoziumin e 14, po ashtu edhe kryetarin e Lezhës në Shqipëri, sepse ata na kanë ndihmuar, domthonë ata janë pa ndihmën e tyre ne nuk do të kishim arritur ta bëjmë këtë simpozium kaq të gjatë, se për 22 deri 29 shtator jemi bashkarisht në trojet shqiptare. Daniel Luvers, antarë dhe i Akademisë Malarme, Nicole Barrier, edhe Fatime Guemia. A është tamam Guemia. Shumë ju falimderit, ishte kënaqësi që ju kisha musafir. Falimderit për punën që keni bërë. Falimderit për gatishmërinë me u sfidue me letërsinë shqiptare dhe në këtë drejtim me na ndihmue që të bëhemi një blok ku kemi vendin në mozaikun e letërsisë botërore përmes letërsisë frankofone. Reshat Sahitajt, falimderit që vjen e na promovon gjëra të bukura të mëdha siç është romani Iliriana, ishte kënaqësi që ju kisha mysafir. A pja u përkthem pak? C'est un plaisir que je vous ai eu dans mon émission parce que vous êtes de personnalités, comme il a dit Daniel Levers, l'Académie de Malarme, monsieur, madame Nicole Barrière, puis Fatima aussi. Et parce que quand il est Guéma, il dit est-ce que je prononce bien ou pas bien, mais c'est comme ça. Mais je peux dire quelque chose que je voudrais remercier monsieur Naïm Abaza parce que j'avais l'impression de comprendre la langue. Et vraiment, c'est une excellente rencontre et émission avec vous. On avait l'impression qu'on comprenait, on était très inquiets, enfin moi, je parle pour moi, j'étais très inquiète de venir, la traduction, comment ça va se passer, et c'était fantastique, que j'avais l'impression que je comprenais la langue. Do ta falenderoj Naimi, po se të fol Naimi, thotë unë kam pas përshtypje që kam marrë vesh, s'ka pas nevojë më për këtë të hiq. J'ai oublié. Diçka në për të. Naimi ka problem veç që jam doktor, po shpirtin e këtina nuk po mund të futem brenda me. Parce que lui il est profession de docteur. Alors il dit que je peux pas entrer dans l'entrée de Reshat, dans le cœur de Reshat pour savoir qu'est-ce qu'il pense lui. Merci beaucoup à vous. C'était fantastique, vraiment. Për të gjithë ju, merci beaucoup. Merci. Merci. Faleminderit.